Sot, më 11 korrik 2026, Tirana nuk është thjesht një kryeqytet ku zhvillohen dy ngjarje paralele. Është skena e një ndarjeje të thellë, pothuajse ekzistenciale, që na tregon Shqipërinë e ditëve tona. Brenda të njëjtit perimetër urban kryeqytetas, sot do të bashkëjetojnë dy realitete aq të largëta se duket sikur u përkasin epokave dhe planetave të ndryshëm. Shqipëria i ka të përditshme realitetet të tilla, por asnjëri prej tyre nuk ja kalon rastet të sotëm. Prandaj themi mos e harrojmë këtë 11 korrik. Megjithëse do të jetë i fundit që përplas dy realitete. Një protestë ndaj arrogancës së qeverisë dhe një koncert ku qeveria shfaq hapur pikërisht këtë arrogancë. Sot kemi Shqipërinë e dy botëve. Ajo e mbijetesës, humbjes së shpresës dhe revoltës, përballë asaj të fasadës, varfërisë dhe krimit e korrupsionit që po gryen këtë vend. Në njërin anë të këtij dyzimi qëndron bota e parë, ajo që sot shënon ditën e 42 të qendresës në rrugë. Kjo botë përbëhet nga qytetarë, aktivistë dhe pjesëtarë të diasporës, të cilët refuzojnë të pranojnë apatinë si normë. Kërkesat e tyre nuk janë abstrakte, janë konkrete. I dim të gjithë, i flasim dhe i diskutojmë të gjithë për ditë. Ato kërkesa prekin palcën e funksionimit të një shteti, demokraci, transparencë, llogaridhënie, mbrojtje e pasurisë publike. Kjo protestë e gjatë është pasqyra e një Shqipërie që dhem kudo dhe ngado. Është e rinisë që ikën, sepse ai që i ushqeu shpresën e madhe se ky vend do të bëhet, sot po ofron shkënjimin më të madh. Ai që ishte idhulli i rinisë shqiptare, sot po i detyron të ikin nga syt këmbët, sepse vendin e tyre po uashet si plaç këtë vjetur 4-5 njerëzve që të vetëm gjë që din ta bëjnë mirë është të grapisin e të vjedhin pa turp edhe në mes të ditës. Ky vendi ynë, i bukur dhe i bekuar, siç kemi dëshirën ta përkëdhelim, po zbrazet nga energjia e tij më e mirë. Të rinjt nuk largohen më thjesht për arsye ekonomike si më parë, por nga mungesa e meritokracisë dhe ndjesia se arimi e tyre është marrë peng nga një sistem i mbyllur, ku vlejnë vetëm lidhjet politike, nepotike dhe as pak aftësia. Në këtë vendin ton, që këtë 11 korrik do na përplas fytyrës dy botë krejt të kundërta, po mbeten pensionistët dhe të varfrit, një shtresë e madhe shoqërore që jeton në kufit e mbijetesës. Ndërsa kostot e jetesës, çmimet e shportës bazë rriten me ritme galopante, pensionet mbeten qesharake, duke kthyer përditshmërinë e tyre në një dilemë të dhimbshme e zbukës dhe ilaçeve. Megjithatë, një herë në 4 vjet, ata janë të parët përpara kutive të votimit, për t'i dhënë oksigjen një qeverie që nuk mendon për ta, po për ca të tjerë që po e sakatojnë për ditë nga pak këtë vend. Të varfrit nuk i kujton askush, përveç se kur politikës shqiptare i duan vota. Ata i zgjojnë sa herë ka votime, për të lënë përsëri në varfërinë dhe gjumin e tyre. Në anën tjetër shtrihet bota e dytë. Kjo është Shqipëria zyrtare, ajo e propagandës kosmopolite, kullave që lartësohen mbi trashëgiminë e shkatëruar, dhe një elite që shkëput plotësisht lidhjen me realitetin e qytetarëve të saj. Simboli më i pastër i kësaj bote sot është koncerti i Kanye West, një artist si kryeministri ynë, i rrethuar nga polemika të mëdha globale dhe i refuzuar në disa vende të Europës për shkak të qëndrimeve të tij radikale. Gjithsesi, në fund të fundit, Kanye West nuk ka pikë faj në këtë historinë tonë absurde. Fajna e ka qeveria jo, kokë komp. Akti normativ i saj për të dhënë 4.2 milion euro nga fondi emergjencave për koncertin privat të Kanye West është ndoshta skandali që ilustron më së miri dy botët e mëdha të kësaj Shqipërie të vogël. Turp artistik, pasi do të ishte gjetja më geniale përballë shpjegimit të kryeministrit, sipas të cilit fondi u dha në minutën e fundit për të mos turpëruar Shqipërinë në sy të afro 25.000 të huajve nga 80 shtete që kanë blerë me kohë biletat për Kanye West, ndërkohë që plot të tjerë janë trembur nga frika e anullimit të koncertit. Kjo përpjekje për të rregulluar dëmin përmes fajsimit të turpit është një taktikë e vjetër marketingu politik e Ramës. Duke shitur situatën si një emergjencë ku rrezikohet emri i vendit, ai është vendosi vëmendjen nga pyetja kryesore: pse parat publike duhet të shkojnë te privati dhe jo tek qytetari? Nëse koncerti do të dështonte apo anulohej, bota nuk do të fajsonte as pak Shqipërinë apo shtetin shqiptar. Bota dhe vet fansat do të fajsonin menaxhimin e dobët të organizatorëve apo agjencive që morën përsipër diçka që nuk e bënin dot, por asnjëherë qeverinë shqiptare. Ky lloj turpi artistik që përdor qeveria është thjesht një fasadë për të mbuluar mungesën e llogaridhënies dhe transparencës. Është thjesht mbrojtja e portofolit të një biznesi privat, duke e paketuar atë si patriotizëm kulturor. Akti i marrë në kushte in extremis sipas Edi Ramës dhe që fut duart në parat publike të dedikuara për raste emergjence, ekspozon një seri problemesh të rënda. Me këtë vendim, qeveria ka përmbysur konceptin e emergjencave. Me ligj dhe me logjikë elementare, ky fond është aty ku është për të përballuar fatkeqësi natyrore, kriza shëndetësore, përmbytje apo
zjarre që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Kaq e thjeshtë është kjo, sa e kupton edhe bufi i Ramës. Por përcaktimi i koncertit të një ylli muzike si rast in extremis që kërkon ndërhyrje financiare urgjente është fyerje për inteligjencën publike dhe shpërdorim flagrant i parave të taksapaguesve. Ky akt i vendos ful zyrtare mungesës së transparencës dhe e kthes zyrtarisht atë si metodë pune. Parat ose më saktë vetëm 4.2 milion euro sipas Ramës u dhan pas një shpjegim të detajuar, pas një dëgjes publike dhe pas një analizë midis kostos dhe përfitimit. Ato 100 milion euro që do të përfitojë Shqipëria nga ky koncert dhe që trumpetohen aq fort sa nga Rama, aq edhe nga ministrat e tij, janë fjalë në erë. Njëjtë si tigret në Vlorë, njëjtë si incineratorët, njëjtë si satelitët e famshëm të hapësirës. Akti nuk është asgjë tjetër veç se vazhdim i të njëjtit modeli që qeveria përdor për projekte të mëdha të infrastrukturës, ku vendimet merren në zyra të mbyllura dhe qytetarët vijnë përpara faktit të kryer. Prandaj ka 42 ditë që protestohet në rrugët e Tiranës. Çfarë tregojnë tjetër? 4.2 milion euro të marra nga xhepi i shqiptarëve për një koncert tërësisht privat. Kur akuzat për korrupsion të nivelit të lartë dhe deportim të parave të zeza në ekonominë e ndërtimit dhe të turizmit janë në kulmin e tyre, qeveria zgjedh të blejë imash dhe ky koncert shërben pikërisht si estetik shpërqendrimi, është një perde e shëndritshme për të mbuluar kalbëzimin institucional dhe për të krijuar iluzionin e një Shqipërie perëndimore, ndërkohë që mekanizmat e saj funksionojnë në mënyrë autokratike. Përballë kësaj pasqyrë të trish, kryeministri ka zgjedhur të përsërisë shpesh e më shpesh se ka kontratë me mbi 800.000 qytetar për të vazhduar qeverisjen. Rama e di shumë mirë, por nuk do ta dëgjoj, se legitimiteti i një qeverie nuk matet vetëm me votat që merr një herë në 4 vjet, por me mënyrën si sillet me pakicën dhe me zërat kritik çdo ditë të mandatit. Dhe nëse 100 njerëz dalin në rrugë, ata përfaqësojnë një shqetësim real, duhen dëgjuar sepse zgjidhja e një problemi i shërben edhe qeverisë. Në një vend tjetër, sot nuk do të kishim 42 ditë protest, por reagim institucional, hapje dialogu, dëgjimi kërkesave dhe reflektim. Quhet sensibilitet demokratik. Megjithatë, ajo që shohim sot në këtë vendin tonë të bukur e të bekuar është një model krejt tjetër. Ky model për fat të keq bazohet tek arroganca e kartonit dhe strategjia e ignorimit. Kur pushteti zgjedh të jetë i shurdhër ndaj 100 njerëzve, thjesht sepse janë pak, ai rrezikon të humbas busullën e nevojave reale të vendit, siç kjo qeveri e ka humbur tashmë. Por nuk e ka krisur ende strategjinë e fasadës. Ndaj ajo që pritet të dëshmojë sot Shqipëria është një model i rrezikshëm i bukës dhe i cirkut, ku mungesa e bukës dhe e drejta bazë zëvendësohet me një cirk gjigant të shtrenjtë. Mesazhi që qeveria përcjell përmes këtij kontrasti është cinik. Ju mund të protestoni për 42 ditë apo 42 javë për ujin, bukën dhe dinjitetin, por ne kemi fuqinë që me një të rënd të lapsit të shpenzojmë miliona për të treguar se bota që ne duam është ajo e fasadës, jo e juaja. Ky dyzim nuk mund të zgjasë pafundësisht pa prodhuar pasojat të rënda sociale. Kur fondet e emergjencës shkojnë për showbizin, ndërsa spitalet vuajnë për ilaçe, kur të rinjt shohin se investimi vetëm strategjik i qeverisë është imazhi i saj dhe jo mirëqenia e tyre, hendeku mes popullit dhe pushtetit kthehet në një humner të pakapërcyeshme. Shqipëria e 11 korrikut të sotëm është një vend në krizë identiteti. Ajo duhet të vendosë nëse do të jetë vendi që u përket qytetarëve të saj, atyre që kërkojnë të jetojnë me dinjitet, apo do të jetë një laborator eksperimental ku shqiptarët trajtohen si kavje sociale. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.